flas kështu drejt, unë në Koshar kam marrë hak për gjithë, edhe për atë fëmijë e familjes jashtëore, me numër 36 ka qenë beba e masakruar me vit gjapë, vetlla gjapë, i cili ne ka ruajt armët me vitet tona. Na kanë akuzuar se ne mbajmë rrok. Për çdo trup të vdekur me lëshu kaq të burgosur. Dikush nga ajo strukturë njerëzve që i kanë kallë fshatin e dhënuar, torturu babën time, ka marrë dhe status veterani. Pasi u krijuan brigadat, u përcaktova për një brigadë, dhe ministri atëherë që më mbrojtja Ahmet Krasniqi më rekomandon me shku në Dushkaj. U koordinova me Dajen Sadri, se ishte me disa 260 ushtarë ka qenë, të zonës Dushkaj, si Abllanis deri në Shkac, edhe tha vit marr ekstra. U dashte me shku në Dushkaj. Edhe ndërkohë ka shku fjala, ka dalë fjala në strukturat e se Daja me sigurinë shtab ka kallëzu nga dëshia se po vjen nipi, është oficer. Mirë po, si duket, kur ka shumë njerëz nuk dihet se sa qëndron informacioni, edhe si duket ka shku deri te Udba dhe pastaj angazhojnë një djalë të fshatit ton aty. Ta filin i thojnë vinë brenda strukturat e policisë që kanë qenë ata nga tonë. Edhe i thojnë kështu kime na lajmëru kur vjen filani. Me marrë me dhonë, normal. Edhe ai tash merohet, po kur del prej aty, gjen një rrugë alternative dhe shkon deri tek familjarët e mi, u thot, kujdesni se këtë po thojnë vjen Hyseni dhe po presin me arrestu. Ndërkohë e marrin krejt fshatin, na ka kanë kalu disa ditë, normal s'kam shku se unë erdhën informacion Daja Sadri, thanë tjera drejtime me shkuta se o rrezik, edhe i kanë marrë fshatin, i kanë nxjerrë në mes të fshatit, aty është një falendini, një blima. E kanë pozicionu babën aty edhe diku rreth 2-3 ditë i kanë marrë, ty i prit se kur po viun. E pastaj baba ka jetuar normal edhe mas luftës i thashë, thosha që ndoshta çtu është. Çtu është, ndoshta është kanashe. Por unë nuk e di ku është. Në Shqipëni është ku, garant në luftë është. Ka mundësi me konstitut këty na po të gjithëve neve, por unë nuk e di. E ju nëse dini me gjithë, ndani. Apo kupton, kjo ka qenë një rrethon që pastaj ka pasur edhe të zhvillime tjera pasi u përfundu lufta që janë turpshme, dhe më thonë dikush nga ajo strukturë njerëzve që i kanë kallë fshatin e dhënuar, torturu babën time, ka marrë dhe status veterani. Po, ja kom të rejqë me dosje. Pra, kjo është ajo që nuk kem arrit me kriju mekanizëm me mbrojtje vlerën. Sepse në çdo revolucion botëror, luftëtarët e kuptojnë veç luftën. Liria i trullon pak. Edhe aq i trullon sa dikur nuk din i kursejnë apo i rehabilitojnë ndoshta edhe strukturat që janë konë si ky që po flas për plakun tim. Sa u ka vështirë, për shembull, kur ta ka tregu baba që të rrëftem edhe që e keni. Pa me thonë drejt unë pak se ata i tregonin detajet e torturave, dhënimit e që ju kanë bën njerëz aty e trive. Vujtjet që kanë pastaj të provu mu fsheje, mu shmange, se fshati unë e i vogël. Mirë po, nga herë ka orë keq. Nga herë i kom qesh, me dhomë kështu i pejzorit, i kom qesh edhe mënyrë se si kanë provu ata me mbjetu. Po, flas kështu drejt, unë në Koshar ka marrë hak për gjithë. Për shta jo me relaksu kështu, se në Koshar kam arrit me marrë hak për gjithë, edhe për atë fëmijë e familjes jashtëore që tash po vizitojnë kategoritë ndryshme, që me numër 36 ka qenë beba e masakruar me vit gjapë, vetlla gjapë. Edhe për ato kam marrë hak. Edhe për të zakun tim që ka qenë fëmija i 9 motra, në 81 është dënuar në mungesë, ka ikë jashtë 98-ën është kthy, 90-ën është kthy, më martu kanë bënë një farabulimi, një falje gjë e shtetit, kanë provu me nxon çat natë që është martu, o kthy 98-ën në vranë Koshare. Edhe për ato kam marrë hak. Edhe për çdo njerin që ka vujt, ka pas dhimbje, ke marrë hak në Koshare dhe për plakun tim. I cilin ne ka ruajt armët me vitet tona në ato trupat e druve të qelne, armë dhe municion brenda dhe për secilin e ka ditë djeme, nipa, krejt kush janë rrit, i ka ditë kush i ka armët e gatshme, edhe ditën dje kur ka fillu luftimi i ka qelë. Ne ato druka ne gjithmonë në barë i mbulonin therrat, ja lypshin me i ble, si ka shit kur, dhe ki kom kur të marrë shtëpi me marrudën të në herë që kanë punu me dru, aty vonë e kom kuptuar, masi i kom lëshuar
jem këthy për i Sharmac, e kam kuptu se aty ka armë. Indirekt, jo mos që ma ka thonë ai, por kam kuptu gjatë do aksioneve sigurimit të armëve, kom pasi aty ka armë. Prandaj, po, kemë marrë hak. Edhe për krejt popullin shqiptar, haku më i madh është që sot jemi shtet, jemi të lirë, dhe e mira më e madhe që ka arrit Kosova është që këtu s'ka Serbi. Në Koshare shpesh herë flitet për raportin e luftimeve, sepse aty ka luftu ushtri me ushtri. Frontalisht imi rështu na, frontalisht kanë qenë ata. Na kemi qenë numër simbolik kur kemi fillu, dhe më thonë prej komandantit operacion të Stembrishe deri tek një farë shëfqeti që kujdes për Kuajt, jemi konë 256 luftarë në evidenca, 86 janë konë me pusht, tjerët janë armë kolektive, topa, mërtaja, kundër aeror, e tjera. Dhe për balë nesh, është rështu komplet korpusi Prishtinës, që në bazë dhe harta ka kap dhe 10.000 trupa. Ne jemi zhvillu, kanë arë forca, sepse Lagos janë vra, kanë arë forca të reja, por asë njëherë se kanë kalu dikun numër 1800 nështë, që kanë përftu në për vitë frontit, jo që kanë qenë njëkosisht pjesë e vitë frontit. Edhe tani pas luftës është bërë një bilancë e luftimeve. Nga 2522 trupa më duket kështu gjësej që ka pas brigada që kanë qarkullu jo një herësh, ne kemi 113 dëshmorë, që s'janë pak, janë shumë. Se djemë që në vranë Koshare, shqive, kanë vranë intelektual, vra Saliqeku, që ka qenë një njëri i përmasave që mund t'i afrohet dhe që asan Prishtina në organizimin e vetë. Ose Hakim Ramadani, që është në gjitha dimensionit e realizuar. Një si strategjive që bësoj se dhe t'a lakmonin edhe ushtrite fuqive të mëdha, si Mbretëria e Bashkuar, Amerike e tjera. Edhe luftetarë tjerë brenda forcës, kanë qenë të mëdhaj, mirë, por në raportet ushtarake, Serbia është mundu gjithmonë t'i prezentoj të vrarë 108 ushtarë të shërbimit detyrueshëm. Por kam të rujtur një general sërb, që rëfen në ato pritë që i kanë ata një emision atje, thot, në drejtimin e qafë Marines, kur kemi marë kazermë, ata kanë dëpërtu, bashkluftarë ju një krau të djatë ka dështu, s'po du tash me identifiku komplet, e dinë ata që flasë kur shqip për këpo flasë, dhe ka dëpërtu sërbë dikun një 5 km në tëllësi teritorit Shqipërisë. Forësat sërbe kanë marë kazermen, kanë shëndru në vetën, i kemi hetu, sepse e vranë një plak atje dhe në malsore, edhe një polis të kufirit. Pastaj i kemi rëthu dhe i kemi eliminu. A i generali thot, për disa orë, po thëmë në Shqip, a i thot, për disa orë luftime me janë vrarë, thot 251 luftarë. Dhe askush thot nuk i përmend, thua se ata s'ka luftu për atë dheje, se që kanë ato shpajt e tyre, por vetëm ata ushtarë të shërbimit të detyrueshëm ushtarak, që janë 108 që janë vrarë në postën kufitare të Kosharës, ditët e para të sulmit. Pra, me automatizëm aje demanton vetë vetën. Kemi edhe një element tjetër. Në kanë akuzuar se ne mbajmë rëpë. Ushtarë së zonën rëpë. Edhe më kanë akuzuar për 600 tjë. Dhe kur më kanë dalë një unik, kanë arë, fori, edhe po më thotë, kem një informacion se ju i mbani 600 ushtarë zonën rëpë. Edhe mu më qeshën. Se i kishim një 422 që ishin me në kazerë, s'kishim as bukë. Ishte qa 3 ka keshën e ka pru, ka qikat pule. Po s'kishim as voja s'kuj pas ku gjohë. Edhe tash kur më thaj keni 600 zonën në rëpë, më duk pak. Tha pse më kërë, tha pësë është e mëtë. S'ka shansë, 600 për 6. Edhe plus na krejt ushtarët, që i kena në zonë gjatë luftimet, ja kena dërzu NATO-s. Se ne kemi pas një shator komand të drejtorisë operative të NATO që ka qenë prapa vi me ne. Dhe çdo ushtar të kapur serb, që më ndodhën vitë frontit të serb, ja ku dërzu atyre. Ose që kemi shkëmby kur i kanë kap 8 NATO-s, i kanë zonë rëbë dikun kufit Maqedonisë. I kemë dru tjera. Edhe tha po mirë ku mund tjenë, thash janë në propozicione të luftime. Hynë ata banë bastisë, tash bani bastisë e ku dalin. Tha i mbani në bunkera në Shqipëri. Thash okej, bëjmë një analizë. 600 njerëz. Bunkerat e Shqipërisë kanë qenë për 3 persona dhe për 5. A është për artilleria, po për armë zjarri. Vogla. Kam sëris. Thash po i shpërndajmë 600 vetë në bunkera, të cilët janë gjysma me nga 3 persona, gjysma me nga 5. Distancat e bunkerëve mund të jenë edhe në 5-6 metra, po ka edhe 200, 300. Na për i barazojmë gjithë në 100 metra. Sa perimetër marrin gjithë ata bunkerë? Një. Sa roje duhen? 2 herë ditë duhet me vëdhon ushqim. Ujë. Një herë një javë kujdes mjekësor, një herë një javë pastrim.
është jashtë çdo logjike që na që s'kem bukë me hongër për vetin kazerm, po mundem i marr 600 njerëz. Ku do të jenë tash, do të jenë në pozicione. Dhe jo kena dorëzu kufumat me urdhër të shtabit përgjithshëm atëherë generali Çekut, kam shku bashkë me oficer tjerë, kam shku dhe kena dorëzu kufumat e serbëve të vrarë në frontin Kosharës. Edhe i kanë marrë, kem pas një falënderim për shefi shtabit natët këfojt, general Miles, nëse s'ka bërë kështu diçka ka qenë, e kam atë letrën, që na ka falënderu për mundësi. Edhe na nuk kem pas pretendimet në bajmë kufoma këtu, çka këtojmë dhimet pa nevojshme, i kanë marrë gjitha, i kanë tërheq, edhe normal i kemi shkëmby, tash do të më fol drejt, pak kushte kem qitë edhe unë kur kam foli tash po më shumë. Se njerë kam refuzuar, po tregoj drejt kam refuzuar pe qershorit deri në tetor dikun kam refuzuar, më marr me këtë tim. Ka shqiptar çdo ku sa dush më marrin atash me serb që kanë met në provia të zjarrit. Mirë po e bëm një far kompromis, thamë okay, për çdo trup të vdekur me lëshu kaq të burgosur. Gjallë edhe s'na kujtoheshin shumë emra, po unë kur kam shku në fshat kam pyet, mi dhan disa emra djemba, ty mas na i kanë pyet secili oficer për tafërmet e vet, a dini kush është i burgosur. Edhe në luftarë që ka qenë në zonën Evropë, i kemi shkëmbyer sa kemi arrit, po kjo ka qenë tani çka kemi. Serbët kanë provuar dhe kanë prodhuar dikon 2-3 filma deri më tash. Kanë shkruar dhe libra. Edhe në filmin Paka o Koshar, Ferri Kosharës, thot në sulmin e parë kanë qenë 3 deri 4000 terroristë kështu na thon. Deri në fund të luftës thot kanë shku deri 7000 terroristë. Edhe thot kanë qenë të involvuar në Francë, Angli, Gjermani, tana shtetet e botës. Dhe mundohet në këtë unë e lexoj tash, se realiteti është këtë ndrysh. Në këtë e lexoj tendencën e tyre me arsyetu humbjen, dështimin luftën në përballë UÇK-s. Dhe këtë mundohen me arsyetu duke prezantuar se atje ka pas këtë shtetet e botës të angazhuara, edhe ka pas një forcë pa përballueshme për Serbinë, plus aviacionin NATO dhe tjerë. Realiteti është këtë tjetër. Ata kanë qenë luftarë, siç ti thash, dhe gjithmonë jemi kont pa barabartë në raport me Serbinë, në çdo aspekt ushtarak. Vetëm gjë që kemi pas na përbi Serbinë ka qenë motivi i lartë me luftu për liritë atë. Edhe Tazam, Agim Ramadani në moment më ka thonë, kujdesi sen tha se unë i kam stërvit djemt pothuajse vazhdimisht kam qenë oficer për stërvitje dhe kam qenë i lidhur me ta dhe në aspektin emotiv, përkundër faktit se stërvitjet kanë qenë shumë torturuese. Kuptimin përballimit tash në rrethona se nuk kishin edhe kushtet e shërbimit të tilla, domethënë fjetja, ushqimi, ku ta diune, të tilla që mi përballuat lloj stërvitjesh. Ato sot mund të përballojnë marinsat që i kanë gjitha kushtet, por jo luftarët tonë atëherë. Mirë po i kanë përballuar. Edhe tash thot Akimi, kujdesi sen thot kur të vrahet ndonjëri nga këta që i ke stërvit drejt për drejt, që u bën komandues njësish, tha Akimi humb kontrollin, s'kemë mujt me komandu. Dhe ditën e parë kam projektuar më vrau me një herë, një nga ata. Bashkimi Asiç. Edhe në moment më ka rënë mend ajo që s'do të më humb kontrollin. Edhe për kundër lidhjes emocionale. Pra, dhe ç'a ndodhi? Ditën e 19, domethënë ditën e tretë vrau vetë Akim Ramadani. Dhe tash vrasja Agimit ai ishte ushtria, ushtarët kanë qenë shumë të lidhur motivisht me të. Domethënë ishte rreziku i kthimit në një mirë po çfarë ndodhi? U kthy në betim. Dhimbja, dëshpërimi u kthy në betim. Sa aty ku ka ra gjaku i një ushtari të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kur s'ka më shkel komb armikut. Kjo ishte mrekullia brenda forcës. Dhe kjo ka qenë ajo vlera që ushtria serbe, edhe pse ka qenë korpusi i Prishtinës, me 10.000 trupa, me 5 generale në strukturë, Vladimir Lazarevici ka pas 5 generale në strukturë, Perišić, Delić, ku diun tash po mikin emrat e tyre në çast. Mos flasim sa kolonele, sa oficerë të tjerë të lartë, përballë kujt. Ne ishim disa oficerë të Sharmacit Jugoslave me grada të oficerëve të ulët. Djem që i kishim përgatitur vetë komanduesi i përgatitëm në rrethonat e luftës, me i bë komandues. Pra kemi arrit me sfidu dhe me mund Serbinë, edhe sot prodhon filma, prodhon dokumentar, që pranon humbjen e Kosovës, duke mundu ta transformojnë në fitore gjoja, siç kanë bërë me betejën e Kosovës, që flasin ende këta, luftën kundër Turqisë atëherë, pra tentojnë humbjet t'i kthejnë në fitore. Për të vetëm gjë që mbahet me në Serbia, janë viktimat në civil, dhuna ndaj civilëve, grave, pleqve, fëmijëve. Vetëm për këtë, shifni çdo luftë, të gjitha luftat i ka humbur Serbia në Jugosllavi. Por mbahet mend për shkak të dhunës. Mbahet mend Bosnën për shkak të dhunës, masakrimi brenda 24 orë të 8.000 njerëz civil. Në Kosovë për 20.000
që flitet dënuara, pa sa fëmija janë vrarë, 1.400 sa fëmijë, 1.500 gati janë vrarë. Pa, e keni atë rastin e Izbica, ku është ajo masakra, dhe me thonë, bebes, ja kanë mush biberoni me gjak nonës, ja kanë dhonë dorë dhe ka 10 milion veçësht. Ta kanë bo masakra monstruoze, krime monstruoze që bota do të më të meru për tyre, e jo me përgdhejtë sot Sërbina ala, si një hegemon të rajonit. Lufta ishte çdo luftë ka anën e errët vetën. E ona verte çdo lufte janë viktimat. Prandaj nuk ka luftë mirë. Pa marrë parasysh cili është motivi. Lider botëror të mëdhej kanë thënë se më mirë është dialogohet 10 vite se të luftohet 30. Mirë po, vinë ato momentet kur hargjohen mjetet politike dhe demokratike, dhe atëherë s'mbetet alternativë tjetër veçse me mjetet tjera, që është edhe trajtim shkencor i Klauzeviçit, pra me armë. Ne kemi qenë pjesë e luftës, bota në ka përkrahur në të drejtën tonë për të pasur liri dhe shtet, dhe kemi realizuar fitoren në saj të sakrificës që kanë bërë djemt dhe vajzat e Kosovës, populli i Kosovës, i rreshtuar në ushtrinë çlimtare të Kosovës. Po të mos kishte qenë ushtria çlimtare të Kosovës dhe ta niste luftën. Pra, pasi u përmbyll procesi i paqësor, i dialogimit dhe i gjetjes në mundësisë për me gjetë në një alternativë për me shpëtu nga lufta, u pasë s'ka rrugë tjetër dhe është ushtria çlimtare e Kosovës ajo që filloi luftën dhe se rezultati i saj t'u falendëru gjithmonë mbështetjes së aleatëve tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që detyruan tërë NATO-n pastaj të mobilizohet, ne kemi arrit fitoren. Çfarë mbetet tani lufta? Në vlerat nacionale të shtetit të një populli, nderi është kategoria më e lartë. Nderi të jep çdo vepër që bën ti për familjen, për shtetin dhe për kombin. Pra këtu qëndrojnë luftetarët e lirisë. Pastaj janë detyrat që merr dhe përgjegjësitë që ke, pastaj është besnikëria ndaj shtetit, ndaj kombit, ndaj kushtetutës, ligjit. Pastaj vijnë integriteti personal, moral, guximi profesional, personal, patriotizmi kushtetues, patriotizmi shtetëror, vlerat të cilat duhet na përcjellin, por në këtë pjedestalin më të lartë të nderit qëndron lufta e ushtrisë çlimtare të Kosovës dhe liria, vlerat e lirisë. Nuk duhet me pa edhe në aspektin individual që janë njerëz që imagjinoj, Kadri Veseli bën një deklaratë në një televizion, nëse s'gaboj nisënesh, thot, në fillim në 98 jemi kon 200 veta. Imagjinoni 200 veta me nis luftën kundër Jugosllavisë në atë kohë, kundër Serbisë, kundër gjithë asaj hegemonie ushtarake. Po jo brej çmendur, astrim, po s'do të pas truheç me guxum ja nis luftën Serbisë. E pra e ka nis. Janë heroj. Ti mund thush, po filoni ka qenë kështu në jetë. Ku di gjenetik? Atë filoni që ndoshta s'ka qenë kërkushin në atë kuptimin e jetë. A, ndoshta një bari thjesht, a një kutadi po të rkrova, besa dhe ndonjëherë edhe në rrugaç. Por kodi gjenetik i tij është diku në i rujtur, i pastër, dhe ai e ka bërë me qenë pjesë e luftës. E mos flasim për Hashim Thaçin e Kadri Veselin e shumë figura tjera që kanë qenë profesorë, doktor me profesione, Agim Ramadanin me gjithatë. Agim Ramadanin më e ka marrë çmimin e artë për Grand Prix për pikturë. E vetë ka qenë front. Pra, kontributi intelektualëve në të luftën tonë ka qenë jashtëzakonshëm. A çka ka bërë Serbia? Serbia këtu ka sjell le ushtrinë e policinë, po gjithë rrugaç, gjithë kriminalët e buzhëve kanë nxjerrë në shesh. Edhe ka thonë, ja kur keni plaçkën, bëni çka doni, përfitoni sa doni. Mbeçi gjallën keni të lirë. S'mbetet gjallë si në burg si atje njëjtini. Pra, të ne kanë vdekur njerëz devotshëm, profesional, intelektual që i vijnë Kosovës edhe sot, që veprat e tyre i bëjnë në Kosovë sot. Serbia ka spastruar kriminalët e burgjeve këtë luftë. Prandaj edhe ka pasur atë sjellje se e kanë kod gjenetik ata kes trajtimin e njerëzimit. Por qenia tyre sot në burg nuk është çështje individuale. Është çështje e vlerës. Ata janë për akuzën e dikmartit se Kosovë, se UÇK-ja ka bërë krime monstruoze, trafikim organesh. Pra, nuk i angazoti se në Berisha ka bërë. Se është shumë e lehtë me individ, zbat nomi. Vazhdon jeta. Por problemi është se po ta akuzon institucionin më të lavdishëm që ka prodhuar historia e kombit qytetar që është UÇK-ja. Dhe po ta akuzon për një vepër shumë monstruoze, të cilën veç shqiptarët nuk e bëjnë. Në asnjë rrethone. Ne mon rrethonat e luftës UÇK-s që s'kem mendzi kem siguru një uniformë pa të hiç e një armë me pak municion. Pra, ata sot po mbrojnë vlerën më të lartë, ato që është liria,
produktin e luftës, që është shteti i pavarur i Kosovës. Dhe imagjinoni nëse si dëgjohen opinionet ndër vepra të tillë të karakterit terrorist kriminal. Po produkti i kësaj lufte që është liria dhe shteti i Kosovës. Ju e pat bisedimet e fundit në Këshillin e Sigurimit. U diskutua çështja e vendimit gjykatës ndërkombëtare drejtësisë nëse pavarësia e Kosovës është ndesh me drejtën ndërkombëtare apo jo. Po çka nëse po kontriboj kam kaq shumë na bashkë me prokurorinë serbe, shërbimin sekret serbe, prokurorinë ruse, besanoj ministër që kemi sot në qeveri, që delen burrët se ka qenë dëshmi. Edhe ata dënohen për ndonjë diçka terroriste. Apo ja hapim rrugën Serbisë me automatizëm e quhe në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë, çështën e pavarësisë Kosovës prap. Dhe me mohu edhe këtë sakrificë që kemi bërë deri më sot. E më na thonë urdhoni e hekim rezolutën 1244, edhe ashtu ju trajtoi pjesë e kësaj Serbia në kushtetutë, s'ka nevojë as më njoft për 10 vjet, se kjo është marrëveshja e Brukselit e vitit kaluar, 27 shkurtit 2023. Serbisi heket detyrimi për njëjtë Kosovës edhe për ndryshim kushtetutës. U heq edhe letra bardhë, që ishte zëvendësimi i pasaportës që sta një Serbia. Edhe sot jemi të barabartë me letrën njoftim njëjtë si ata. Dhe çka nëse na thuhet, urdhnonin paket 2 javë futin Bashkimin Evropian. Po në vend të asaj alternative që kishim bashkë gjithë shqiptarët bashkuar kur tim në Evropë, tash jo burra në paket me kushtetutën serbe, sepse je pjesë e saj. Serbia s'ka detyrim me ta ndryshuar kushtetutën. As me të njoft. Imagjino me nënshkruar marrëveshjen e RBI-s, e cila të shifte si pjesë integrale e anët të Serbisë. E kjo është një shprehje, është një dritar ishte aty. Premtimi amerikan se do të na ndihmojnë me bën një zgjedhje politike për Kosovën, një zgjedhje politike për Kosovën. Dhe vetëm këtu ka besu, dhe ka qitë në nënshkrimin një djalë i ri në atë kohë, lideri UÇK-s, që vetë presidenti Rugova dhe delegacioni që janë bashkë, e pranojnë që të jetë udhëheqës i delegacionit. Apo kupton në çfarë nivelit përgjithësisë ka qenë në moshë tillë. Edhe bisedimet e Vienës, pastaj shpalljen e pavarësisë, bërjen e ushtrisë. Po imagjino çfarë sakrificë ka qenë kur i premtoi listës serbe, tha po, ja u pranoj edhe një mandat të rezervuar në kuvend. Veç votojmë ndryshimet kushtetuese që ta bëjmë ushtri. Edhe pranon zot. Po se pranon partitë shqiptare. Atëherë opozitë, pse se pranon? Se po bën ashtu thonë. Inatë tipike rurale. Inatë që i ka trajtuar dhe Kadare në libër të tash fundit thotë e prej natë si mrev vdek ti mbir. I thonë të merruse që kanë vetë shqiptarët. Po bën ashtu thonë e po s'po ta votojmë. Tash ti, edhe lista serbe është atje me vende të rezervuar për jetshme. Edhe mondi nuk më e bën ndryshim kushtetues se duhen 2/3 aty. Edhe ushtrisë, aty si sot kishin diskutuar për forcat ajrore, jo për blerjet të armëve që janë simbolike, këto Granat Hells të Kraut e Tadiun. Sot kishim biseduar për forca ajrore, kishim biseduar për aeroplanet izraelit apo helikopterët multifunksional që pretendoheshin më ble, sepse ata ishin një proces kur SHBA mbushte komplet kapacitetet ushtarake. E jo më na sjell test të vogël sot. Prandaj jam dëmshëm, prandaj mungojnë sot, prandaj pesha aty ka qenë më në procesin politik, mbetet e tillë, po më së shumti mbetet për familjet, për fëmijët që rriten, edhe për qytet rinin e Kosovës. Çfarë mendimi tash, çfarë thoni ju? Hey, ky është luftar, ky është lojtar. Sot është në Hag. Kurse Zëdhansi Miloševićit, që ka deklaruar se për një serb vrarë do të vrarë 100 bosnjak, sot ulet në tavolinën e bisedimit me krejt faktorët ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian. Pra ai është i dendë dhe i dinjitetshëm, më ul me ndërmjetësit e Bashkimit Evropian, diplomacinë ndërkombëtare, e kush? Një kriminal. Një kriminal i dëshmuar. S'po ja e faturojun e këtu vetë për hava. Por është në inqizuar, shifet. Ose ndërmjetëson një person që kur është bërë masakra e Srebrenicës, ai ka qenë me Karagjicin e me Mladiçin e duke pirë aki. Sot ndërmjetëson emrin e Bashkimit Evropian. Pashim thonë që s'ka qenë i shmendur ku ka thonë zbon llaçak. Apo kupton? Për këtë mungesa atyre ndoshta ka voshe shumë çështje, shumë proces të marrin kaja jo, të mirë dhe të stërkeqim deri këtu ku jemi. Edhe pse jemi kanë një trend të mirë të ndërtimit të shtetit dhe ka qenë vetëm marrëveshja e Washingtonit ose mas na u kthyen në Bruksel me all in one me njohjen dhe ushtria. Edhe këto dy komponentë edhe Kosova heste përpara si shtet i pavarur i integruar.